Jemi rikthyer me pamjen në palestrën Sezaj Soroj për ndjekur pjesën e dytë të finales së parë të Pro-Kredit Superligës së basketbollit të Kosovës. Bashkimi Trepça 38-32 ishte rezultati i pjesës së parë. Një pjesë e parë e cila u përshkrua me dy momentume, momentumin e Trepçës në çerekun e parë, pastaj një momentum paksa më pozitiv për Bashkimin në çerekun e dytë, të cilën e triumfuan me rezultatin 23-14. Jemi së bashku përsëri me kolegun Safet Gashi. Pjesa e dytë gati të nisë. Trepça që do të ketë aksionin fillestar me lojtarin Tuna, i cili do të shijoj sekundat e para të adhemi në këtë lojë. Ja, Myers shumë mirë zgjidh situatën me McInnes për të realizuar pikët e para për Trepçën në këtë pjesë të dytë. 6 pikë për Myers. Green Jr. Ishte një rrezik permanent për mbrojtjen e Trepçës. Green nga distanca. Shënon. Fantastik. Wendell Green Jr. me treshe. 12 pikë tashmë në pikë dy shifrore lojtari vetëm nga të dyja skuadrat. Është më efikasi në rollet e jo vetëm të Bashkimit, por më duket në të takimit. Absolutisht edhe dy treshe në dy tentime. Shumë i moderuar në gjuajtjen nga distanca. Përsëri Myers fiton duelin ndaj McInnes në tentimin e tij të dytë. U dërgon një sinjal McInnesit që do të ketë punë në këtë pjesë të dytë me të. Green. Pasimi vështirë se e mbrin Lejson Zeqiri. Arriti fitoj hapësirë për mrekulli. Rolling. Lëshon me të majtën. Fantastik Lejsoni. Edhe hajë në kotën e 7 pikëve. Në personale nda lojën Wendell Green Jr. Ja shohim edhe një treshe me Wendell Green Jr. Punuan markimin e tij Madut. Michael Green. Shkoni vetëm, topi i lartë. Nuk arrit shënoj. McInnes që merr një tjetër top thyer i 9 rebound për të. Smith. E për një me Tuna. Pallon për dy nuk shënon. Myers. E këtë duelin ajror. Nisët i vetëm në sulm, pasimi i tij. McInnes me mbrojtje të mirë. Morina. Për 3. Gjuan. Kërkon ekurin në ka pik. Nisë si Tuna. Faulohet nga Altin Morina. Që është në vigjilje të aksionit. Personalin e tij të dytë. Shumë edhe njerë huqin dhe iniciativa e Tunas që ta nisë aksionin shpejt. Penguan nga Altini. Ajrizi. Okej, mirë nga Lejson Zeqiri. Faulohet. Personale e dytë edhe për Zeqirin. Ka ankesa Jankovic. Tek njëri nga gjyqtarët. Kësaj radhe fal në sulm. A ishte Myers që ngarkohet me personale, nëse nuk gaboj. Jo Drilon. Po. Ishte Madut. Madut në fakt po. I cili edhe ullet me njerë nga këtë trajneri Beqiragic. Wendell Green. Morina. Zeqiri si trup bën pengjesën për dy lojtarët e Trepçës. Nuk arrin çonoj ZSC në këtë tentativë. Dalje shpejt nga kotën. Fal nga Altin Morina. Pati një rënje jo të këndshme në përplasjen e tij me bazën e konstruksionit të koshit. Fatmirësisht është mbështjellur me masë të butë, por shohim edhe një herë. Nga ky kënd mund ta shohim më qartë.
goditje në fund shpinë gjithsesi. Nuk duket diçka serioze për Cotton. I cili po mundohet të rikuperohet. Një gjë që nuk dëshirojmë të shohim natyrisht janë lëndime që e fundit. Gjashtë pikë për Cotton, 4 për cilave kanë ardhur pikërisht nga ky pozicion. Realizon gjuetin e 5 të lirë nga po aq tentime. Por jo të dytën. 23-37. Bunjaku. Bukur lirohet nga pressingu e Bartley në gjysmë pjesën kundërshtare. Zeqiri, Smith për 3. Shanan! Mark Smith. Kjo është avantazhi më i lartë i Bashkimit në këtë ndeshje. Plot 9 pikë. Për ta nisur në mënyrën më të mrekullueshme Kundër përgjigja, jo nuk vjen, por vjen topi përsëri për jo, në fakt topi do të takoj Bashkimit. Ishte Cotton që ka prekur topi fundit. Ngritet Hunter. Të poshtë me një treshën e Max Smith. Hunter për Drilon Hajrizin. Apo? Pikërisht ashtu, ulet Driloni, ngritet edhe Tmusic. Për të do ta lë vendin Michael Green. Bunjaku. Smith. Një tjetër Bunjaku. Rotullohet rreth kushit. Green. 4 sekonda për të në mismatch me Hunter. Din të bëj këtë, por shkur kësaj radhe. Myers. Music. Vendos gjuaj Cotton. Për hapjen e Myers. Vendos gjuaj vet. Nuk është saktë ajo. Në momentin që lëshoj topin vrej që Kandi nuk është fauli me njerëshëm nga Batintuna ndaj Smith. Kjo është fauli i 4-t, apo jo, i pari kërkojnë ndjesë për ekipin e Treqës. Dyti në fakt. Do të jetë i dyti, po. Wendell Green. Zeqiri. Sëri Smith. Green Jr. E shpenzon kohën për sëri në maksimum Bashkimi. Një hapana Bunjaku! 12 për para skuadra Bashkimit. Më shumë nga sikleti dhe emergjenca se sa që dëshiroj të bëja atë valën Bunjaku për doli tjetë i sakt. Myers të vishohet. Mbyllet rrezja pasimit. Rojtë agresive. Pasimi gjithsesi shumë i mirë te Hunter, i cili arrin shënoi 2 pikë kur po minimizoi shansa për të shënuar për Trepçën. Ja, pas veprim shumë i mirë i dy lojtarëve të front courtit të Trepçës. Bunjaku. Ndihmohet nga McInnes. Provon në floater, nuk shënon. Puna me një devijim të topit shumë të rëndësishëm. Oh, çfarë topi vjedhur nga Lejson Zeqiri me mbrojtje fenomenale. E lexon qëllimin në atë pasim. Zgjat dorën. E sjell posedim të topit. Ja, të shpemënje. Ishte i vetmi mbrojtës, ta themi, në këtë dalje të shpejtë të Trepçës. Mori atë riskun. Ky veprim me Lejson Zeqirit edhe njëherë vërteton faktin se shumë gjëra mund të bësh edhe pa top. Ja, shumë edhe një valonit Treshja. Smith. Zeqiri, një tjetër tentim, shkurtër kësaj radhe. Kjenis. Cotton me një
Box out të dobët. Wendell Green, bëjtje shumë e mire të Music. Liron nga Gjuan nuk shënon. McInnes. Një tjetër tentim, foul dhe të ketë 2 të lira. Javarius McInnes. Ky është elementi me të cilin folëm dhe kualitetet e tija, sa i vëmendshëm për hapësirë dhe timingu i tij është fantastik. Në 2 Në mesin shifra. e 3 lojtarëve të Trepçës arrin të natyrisht i ndihmon edhe vertikali e tij është i jashtëzakonshëm në ngritje. Por e dëshiron atë. 10 rebounde tashmë për McInnes, 4 prej të cilave janë në fazën ofenzive. Në 8 në total sa ka rëmbyer në tërë skuadra Bashkimit. Shënon dhe gjykimi i dytë. Tekele Cotton. Driblon me topin. Bunjaku. Luftë për të liruar aty ndërmjet Vallëmbunjakut dhe të Mushicit. Cotton. 3 sekonda, Cotton bën depërtimin, McInnes bën foul, nuk ka tregohet i durueshëm. Por Cotton me lëvizje shumë të mençur aty për ta ngritur lart McInnes. Zje foul. Edhe njerë. Lëvizja shumë e mire, Cotton pavarësisht se ishte në... Futën në radios. Ishte i vetëdijshëm. Kemi time out. 3:40. Normalisht. Është koha që të ndalet paksa intensiteti i lartë i të dyja skuadrave që dhuruan në këto 6 minuta e 20 sekonda, pamjet në të cilat do lëm në çastet në vazhdim. Shikuar statistikën natyrisht e bie në sy. Topët e humbur dhe Të fishuara. po pikët e fituar nga rastet e dyta që i inkuadron kërcimet në sulm apo jo kujdesi i mirë i mbrojtjes së ekipit përkatës. Në këtë rast është pyetja tek ekipi i Trepçës. Është nën kërcime në sulm ka skuadra Bashkimit, kundrejt vetëm 5 të Trepçës. Këtu e përmendëm që meritori i madh është McInnes. Si realizon gjuhetën e parë lirë Cotton. Shënon në të dytën. 51-41. 3 minuta e 35 sekonda. Williams Jr. në vështirësi, mbrojtje shumë e mire Cotton. E barë topin Bunjaku. Sekondat. Bie pre e kësaj mbrojtje të shkëlqyeshme nga Cotton, i cili e dërgoi në këmbin e kufizimit Williamsin, që ndoshta nuk ishte lojtari i dur për ta nisur aksionin. Music. Cotton. Shkoni vetëm për të deportuar, e krijon edhe kontaktin. Nuk shënon në mundësinë e dytë. Timin e dytë. Realizon Tekele Cotton. Përsëri me Williams Jr. luhet. Loja për të abortur aksionin. Sa radhë më me kujdes Bashkimi. Po me mjaft të lashe. Zeqiri. Wendell. Në mesin e dy lojtarëve, pasimi për McInnes. Nuk shkon në ngulitje. E tentuar bikapitin. Cotton. Provon për 3. Me sështë të shkurt kësaj radhe është Cotton.
Stop ajror nga Tekele Koton. Adis Beqiragic insiston që të luhet pressingu gjatë fushës. Një gjë që funksionoi në këto 3 aksionet e fundit për Mitrovicasit. 3-14 është Trepsha nga perimetri. Pamë dhe ato statistika. Çfarë tresh! Wendell Green Jr. Rikthen avantazhin e dyfisht. 54-43. Mushic, jo nuk shkon. Kape do i përsëri nga Tuna. 14 sekonda të re, nuk ka nevojë për të ngutur, por foul nga Lejson Zeçiri, ndonë se Valen Bunjoku bori shumë mbrojtje të mirë, por nuk mjaftoi. Kësësi, besohet iniciativa e Tunas për ta ringjallur aksionin. E kjo është e treshja nga Wendell Green Jr. për pikën e 54 të Bashkimit. Tashmë do të kemi 2 të lira për Mikaele Tmushic, nga i cili thënë të drejtë nuk kemi ndëgjuar shumë. 5 pikë në total. Në gjuajt e të lira pati më herët nuk është shënoj, se radhe realizon. Por, mos të harroj, Tmushic është një lojtar i kalibrit të lartë. Nuk shënon në dytën. Green e kontrollon mjaft mirë topin e kthyer. Wendell Green, Sa e radhe shkon me Javius McInnes. por gjithë ka bëri Wendell Green Jr. Tashmë në double-double. Mbrojtjen e të mërshme të Mikaele Tmushic në aspektin pozitiv natyrisht, arriti të bëjë atë asistim. Kastrati për 3. Jo, nuk shkon ajo. Nuk shkon Kapiti. Kapiti nuk shënon. Nervozohet Beqiragic. Ase ishte qartë se ishte aksion për të marrë pikë të realisht. marrë pikë, por është më lehtë të thuash se ta bësh. Gjithsesi është ribaundi i tretë ofensiv për Trepshën në këto 3 aksionet e fundit. Atë që përmendëm më herët, në cilën kjo skuadër qalonte. Arriti rikuperoi disa aksionet të dyta. Nga këtu shënon 2 të lirat. Dardan Kapiti. Bunjaku. Hunter del nga pozicioni, avantazhi numerik për Bashkimin. Zikici. Jo. Shënon për 3. Foul. Foul nga Lejson Kastrati, kërkoj ndjesë. Kastrati nuk lejon deportimin e Valen Bunjakut nëse nuk ka bëjë regjistarët ishin mrapa. Ja, shojmë edhe një. Kjo është shtyrja. Erion Kastratit ndaj Valen Bunjakut. E pa nevojshme realisht, duke ditur që topi nuk po kalonte në atë rreze. Hapësirë të Bunjakut. Duke ditur që nuk ishte më faule për dhënë, skuadra e Trepshës e dërgon automatikisht në 2 të lira playmakerin e Bashkimit. Realizon gjuetën e parë të lirë. 9-11 nga të lirat. Bashkimi edhe nga këtu ka qenë në efikasën e përqindjes sa Trepsha. Sëri 12 për para. Koton. Ndihmohet nga Hunter. Për të avancuar luajën më tutje, një kombinim shumë i mirë me Kapitin, i cili përsëri rroti nga Herë të tretë duhet thënë që nuk arrin të realizojë nga ajo pozitë relativisht e lehtë, apo të themi që pritet nga ai të bëj pikë. Morina. Williams. Mbi Koton. Nuk shënon. Tmusic. Me rolling bukur. Koton. Nga këndi, për 3, jo nuk do të hyj ajo. Por kapet të nga Erion Kastrati, gjithë do më njashtë Mushic për 3, shënon. Si shtash më herë, dhe vetëm çështje kohës. Mikaele Tmushic është një lojtar i jashtëzakonshëm. Rasta 8-49. Të ishe ati e dytë në 4 tentime.
refuzoi të dilte pa pikë Trepsha nga ky aksion. Valion Bunjaku. 25 sekonda deri në fund. Zekici. Nuk shënon pa faull ndaj tij. E ketë 2 të lira. Shkota edhe njerë fauli Kapitit. Max Smith rikthehet në lojë. Në vend të Ake Morinës, në këto 19.4 sekonda. Deri në fund, është kemi 2 të lira për Zekicin. Kujtojmë edhe njerë, Samir Zekici pjesë e shkollës së Mitrovicase. Kjo është ish lojtar i skuadrës së Trepshës. Sigurisht që ka ndjenje të emocione të ndryshme, por duke ditur se çfarë profesionisti është, besoj që e bën maksimumin, ashtu siç dori të jetë në këto 2 të lira. Zekici shënon, e tërkoha mbetur në këtë çerek i takon Trepshës, plus 19 për Bashkimin. Cotton, një për një me Williams. Lirohet mirë. Cotton, foul. Gjira për Cotton. Fauli Copes. Reagimi nga kryetëneri i Trepçës, Adis Beqi reagishin pas këtij depërtimi të Cotton ishte që nuk pati nevojë të shkojë për ngulitje, por për ta thjesht lëshuar ato që do të jepte më shumë gjasa për të bërë pikë. Kështu të ka ende punë për të bërë, ka 2 të lira. Anizon gjuetin e parë. 12 pikë për Cotton. Është në tjetë lojtari i vetëm në pikë 2 shifrore të Trepsha. 8 nga 9 nga të lirat. Anizon për sëri. Pas presje 9 sekunda. Wendell Green. Avancon në shpejt në topi prapa shpinës. Wendell Green! Wendell Green Jr. Me hand one e mbyll aksionin. Magjistari. Edhe një kjo lëvizje me topin prapa shpinës në mesin e 2 lojtarëve. Kontakti me të Music. E jashtëzakonshme dhe gjyqtarët besoj që do të kenë punë. Do të shikojnë normalisht ku në aksionin. Momentin e gjyqtarët shikojnë edhe një herë këtë aksionin e fundit të Wendell Green Jr. për ta identifikuar se sa kohë ka mbetur pas faullit të bërë dhe konfirmohet që 1.6 sekonda janë në dispozicion pas gjuajtjeve të lira të Wendell Green Jr. Në fakt një gjuajt e të lirë që të ta kjetë. Në fakt kërkojnë ndjes një. Shënoj. 1.6. Bashkimi duhet të ketë kujdes mos të bërë faul. Hunter, nga gjysma. Lartë për shënuar, mbyllë kështu edhe qereku i tret, i cili përsëri i takon skuadrës së Bashkimit thjesht për ta thelluar avantazhin dhe për të qenë tashmë brenda 10 minutave të fundit me 12 pikë përpara. Do të bëj një përmbysje skuadra Trepshës apo do të jetë po themi dominim i Bashkimit edhe në qerekun e fundit. Do ta kuptojmë pas pak qasëve me të cilën do të rikthehemi me njerë pasi pauzë shkurtër.
Aksioni fillestar do tjetë për skuadrën e Bashkimit në çerkun e 4. Do shohim do të arri do bëj përmbysje skuadra e Trepshës. Tashmë natyrisht parashtrohet pyetja se si do të zhvillohet ky 10 minutë i fundit. Bashkimi ka treguar një konsistencë jashtëzakonisht në nivel në këto dy çerrekët e fundit, sidomos do të mbetet kështu, mbetet të shihet. Në anën tjetër, natyrisht Trepsha duhet të rrezikojë më shumë. E përsia është plus 14, kjo është e përsia më e lartë nëse nuk ka bëjë për Bashkimin. Absolutisht, pas kësaj gjuajtje nga Max Smith, kastrati nga Onash, shënon. Tjetër tentim për 3 i cili nuk finalizohet nga Rion Kastrati. Wendell Green. Vazhdo me kontrollin fantastik të topit, provon për 3. Jo. Myers e kontrollon topin e kthyer i papenguar. Cotton. Popianash. Rion Kastrati. Foul. Ka bënë Green Jr. Tmusic. Myers. Hajrizi. Michael Green. Provon Tmusic për 3, një treshe e vështirë. Mirë po shumë rëndësishme për të realizuar për Trepshën. 12 pikë nga Tmusic, tresha 3. 65, 54. Smith. Zekici. Dhe Morina. Copes. Një tjetër Altin Morina në presionin e kohës. Treshe vështirë. Hajrizi heziton ta part shpejt lojën përpara. Cotton. Tmusic, lëvizje mashtruese. Cotton për 3. Shënon edhe ai. Tekele Cotton. 2 treshe më radh të skuadrës së Trepshës. Dhe nga këtu mund të rinisaj rikthimi. Potenciali i Trepshës, moment më të mirë, realisht nuk mund gjenin fillimi i çerrekut të 4-t. Këvindjes. E natyrisht kjo edhe njëherë dëshmon se sa shpejt mund të ndryshojë situata. Njerë ka reaguar me një time out. 14 tashmë në vetëm 9. Apo 8, kërkojnë ndjes. 8 në fakt, 65, 57 rezultati. E detyron edhe Jankovicin që ta përdor njërin nga ata time-outet e vlefshme në të themi këtë çerrek të 4-t, qysh herët. Me shënim dhe asistim të Tmusic dhe të jetë shumë rëndësishëm, teksa shfrytëzohet koha që të shkojnë edhe njerë statistikat në kohë reale. Është përmirësuar pra përqindja se përket treshem nga Trepsha aty ku qalon të kjo skuadër. Gjithçka barabar, 33 rebounde, 13 asistime, 5 topat vjedhur nga dyja skuadrat. E shkëlqyeshme për dy skuadra që po luftojnë për një triumf në këtë finale. 16 pikë nga Cotton. Pas asaj treshe të realizuar. Max Smith. Wendell Green. Në përnjë me Tmusic. Zeqiri. Smith mbreti agresiv nga Trepsha. Green e mbanë lojat pasiv të vështirë. Me topi brapa shpines. Në flotër shënon. Edhe njerë tjetër Wendell Green. Magji individuale. Por ta nxjerr nga situata vështirë skuadrën e tij. Cotton, Tmusic për 3. Shënon. Mikaele Tmusic.
me një super performansë që regun e 4. Smith për 2. Dhe kjo shënën. E jashtëzakonshme, çfarë jashurie e lojës. Të dy ekipe në nivel. Kështu të shërëm ta shohim. Këtë takem dhe topi takon Bashkimit. Edhe në mbrojtje. Luajti i fundit të Wendell Green Michael Green. Jr. Tregohet i vëmendshëm momenti. Kjo është e treshë nga të mushi që bën të pastën nëse nga bëjt të ti, por Në fakt të 4-tën në 6 time. përshimtje jashtëzakonisht e lartë. Max Smith përsëri. Hyn në një aventurë jo ashtë lehtë me 2 kundërshtar. Saralla me fat del me faul nga kjo situatë e vështirë. Pas interferimit që bëri Cotton, i cili me një rullet. Për që qartë është ideja dhe qëllimi i ekipit të Trepqës të bëjë presion konstant ndaj sulmit të Bashkimit që nga fillimi pozitivit të topit deri në fund. Dhe kjo ka funksionuar bukur si mirë, por Bashkimi ka lojtar kualitativ për të zgjedhur zgjidhje në situata të vështira. Si ky njeri, Wendell Green Jr. Nançu. Merë kohën e ti një për një me Airizin. Nuk ka të ndalur. Wendell Wendell Green. Green. Për fat të keq nuk ka shikuese se cili shënimi i tij 22 pik. bën shqiponjën deri tifozë. Potencuam si një disavantazh ndoshta fakti që mungesa e tifozëve do të jetë për Bashkimin, mirë po parë disa, do themi, situata të lojës, duke qenë se është në avantazh, mund të jetë edhe një avantazh i vogël. Po faktin që do të luaj pa presion. Të Mushic, kërkon treshën e tij të radhës kësaj radhe. Madut. Faulu. Foul, Max Smith. Shumë rëndësishme. Numri i reboundeve ofensive në pjesën e dytë për Trepshën. Ky është i 10 në total. Edhe njerë aksioni Green në 2 kënde. E rikthej në dorën e tij të djathtë. Qëllimi ishte një hap para Drilonit, sepse na e bëri me ato lëvizje të shpejta. Edhe nuk është hera parë që bën atë ndaj Drilonit, e ndin aty një mënyrë duan Smith. Arizan Madut. Ato që realisht nuk kontriboj shumë në pikë, kjo është pika 3. Junior Madut. Arizan. 71, 69, tjetër top i vjetër kësaj radhe nga Tmusic. Madut shkon me ngulitje. 2 të lira. Shihet një gëzim të trajnerit Beqiragic, i cili si që potencoi edhe më herët kolegu Safeti, po aplikon strategjinë e tij që e ka për çerikun e 4. Presingu i lartë, topat e fituar sa më shumë, që ta bëj Bashkimin të ndjetë e pasigurt në minutat në vazhdim. Arizon në Madut. Patë lashën në gjyri të lira. Qatë 4 me 71. Ralla për Bashkimin. Foul në loj pa top. Michael Green mëse një gabaj, kërkohet me personale. Jo, letar me numër 5, sa? Michael Green është personalja 2. Max Smith. Wendell. Përsëri fut dorën Tmusic. Kanë nxjerrë në pa atributet e tij më të mira defensive në këtë çerek të 4. Top i vjedhur nga Drilon Airizi. 2 kundër 1 situata. Airizi vetëm. And 1 për Drilon Airizin. 71-66. Me një shënim nga gjuajtje e lirë. Mund të afroj rezultatin në 4 pikë. Total dorën e Drilonit e pengon Michael Green, ndoshta pa nevojshme, nuk mund ta bllokonte në këtë situatë. Time out nga Jankovic.
I dyti brenda 5 minutave të para të çerikut të katërt. Dhe këtu absolutisht është në avantazh skuadra e Trepshës, themi në avantazhin mental për momentin. Nëse gjithë strategjia çfarë ka dashur të themi Beqiragic për momentin po aplikohet. Dy topa të vjedhur në këto aksionet të fundit për skuadrën e Trepshës. Disa ribande ofensive, kretë kjo që përkthehet në mundësi të dyta dhe pikë nga gabimet e kundërshtarit. Ka përsëri pressing Beqiragic. Washington Junior. Madut është në të Smith. Përsëri Max Smith. Topit e Washington, gjuan për 3, i lirë, nuk shënon. Aksionet do tjetë për bashkimin. Shema do të kërkoj challenge këtu. Beqiragic një moment ndoshta për të shfryzuar mundësin për të rishikuar, do të bëj. Po kemi challenge për Atis Beqiragic. I beson të Rilonaj Rizit në një formë shakoje. Sa ta kërkoj apo jo të rishikim. Tjetër Jankovic ankohet për vonesë të këtij vendimi. Shtarët afrohen te ekrani. Gjyqtarët I qëndrojnë vendimit fillestar, topi takon për bashkimin, 14 sekonda për aksion. Bunjaku do ta bëjë rivënien e topit në lojë. Zeqiri, Smith, e shpërcon korridorin, and one! For Max Smith. Në momente kritike. Bën pikë, do të ketë edhe një të lirë. Samir Enuati këtë korridor, hapësirën e madhe që kishte edhe vonesën në mbylljen e këtij korridori nga Rilonaj Rizi, I cili bëhet një shkaktar negativ figurativisht në këto dy vendime për të rishikuar atë situatë për trajnerin Beqiragic dhe në këtë faul. Rizi. Myers. Dëgjuaj 3. Rizi me kujdes depërton, nuk shënon. Madut me një tjetër rebound ofensiv. Green e ruan pronësinë e topit. Tmosic shënon. B. Javius McInnes, I cili bëri mbrojtjen më të dur të kushit. Sësi me përvoj Tmosic arrin të realizoj Washington.
Zeqiri i lirë, provon për Jo, 3. shkurt është ajo. Luani Por- fundit Michael Green. Green është i fundit që luan ma top. Nëntë tentime për 3 nga Lejsoni sot. Vetëm një shënim. Jo në natën e tij më të mirë. Njeriu i cili në gjysmën finale shënoi 4 treshe që vendosën luajën, besoj. Absolutisht, madje në ndeshjen e tretë në këtë palestër shënoi 6 treshe. Max Smith. 8 përpara Bashkimi. 2 aksione me 3 pikë për Max Smith. Cotton. Me tabel, nuk shënon. Nuk E ka realizon. lirë aty, Lejson Zeqiri për Max Smith. Pasimi për Lejsonin. E thjesht. Time out. Të Konatis Beqiragic. Pas një hipnotizimi disa minutësh, ekipi Bashkimit rikthen veten, zgjohen dhe natyrisht të dy aksione ishin lojë ekipore, ndonse mas treshës së Max Smith hapi rrugën për këtë aksion të fundit, një pick and roll që nuk kemi parë pothuajse gjatë tërë ndeshjes. Nga Gjashtë treshja dhe një 6 pikë që rrjedhin nga duart e Smith, 2 realizime për 3, njërin me end one, tjetrin nga perimetri, me asistime pastaj te Lejsoni që ishte gjithsesi kreativ dhe për tu vlerësuar. 10 përpara Bashkimi, time out. Kthehemi pas pauzës shkurtër. Super performance Max Smith në këtë pjesë të dytë, afërsisht 30 minuta lojë të ruajtura. aksion i cili potencialisht mund të jetë vendimtar për Trepçën. 3 minuta e gjysmë lojë, mund të jenë 10 minuta efektive, por Cotton, depërton bloku nga Williams dhe topi takon Bashkimit. Plus 10. 3 minuta 29. Atë është me të gjitha perimetrat tashmë kjo lojë favorizohet për Bashkimin. Sa mire ruajti veten që të mos krijonte kontaktin për faul. Dirk. Max Smith. Përsëri dueli shkon për Tentativa për alley-oop, gjithsesi me kujdes McInnes. E pranon fillimisht dhe realizon 13 pikë nga Javius McInnes. 12 përpara Bashkimi. Hajrizi. Mbrojtje fantastike nga McInnes, fauli i Cotton. Rrezikoi këtu edhe një jo sportive. Gjithsesi ishte një duel ball për ball me Dirk. nuk besoj që kualifikohet ajo për një jo sportive, ndonse si e the edhe vetë gjyqtarët kanë kritere tjera. Smith. Tashmë shkojnë për aksion të gjatë, natyrisht nuk ka nevojë të ngutën e përsia Gjithsesi Lejsoni për 3. Për ta mbytur ndoshta çdo shpresë të Trepçës, nuk ja del dot. Madut. Myers, dhe me shpin, 2 lojtarët e faulohet. Michael Myers. Vjen e të lirave qendra Trepçës. Mundësi të shkojë edhe ai në double-double nëse shënon të dyja të lirat. 8.12 kërcime. E ky që po shohim në ekran McInnes është lojtari vetëm
në double-double. Nuk e realizon gjuetin e parë të lirë. Ishte shumë i kënaqur Beqiragish me mënyrën se si skuadra e tij e Trepçës e nisi çerekun e katërt, u rikthye me të vërtetë në lojë. Mirpo, tashmas të lirat nuk ecin për kampionat aktual. Bunjaku, Smith. Nërkosh hapësira për McInnes. Pasimit e Bunjaku. Ka unë për këtë aksion bashkimi Myers në Eurostep. Pati një shkelje të rënd. Fatmirësisht pa lëndime. Interferoi këmba Myers me atë të Max Smith. Edhe njerë mbi këmbën e Smith, ku kanë mundur shumë lehtë të lëndohen që të dy lojtarët. Po. Kemi edhe një gjuet e lirë për Myers. Është rikthyer në lojë Wendell Green. 2 minuta saksisht deri në fund. Tashmë në double-double është Myers. Nuk shënon. 3 pikë shumë të vlefshme që Trepça nuk i ka në favorin e saj, të shpërdoruar nga Myers me këto gjuajt e tjera. Smith. Mesin e dy lojtarëve. Një aventurë përsëri ndërlikuar për të. Fauli nga Valon Bunjaku. Në tekel e Cotton. Music nuk bën gabimin e njëjtë. Sikur se Myers arrin të qëlloj gjuetin e lirë. 18 pikë nga Music. Bëri gjithçka mirë në pjesën e dytë, si në aspektin defensiv ashtu dhe atë veçanërisht ofensiv. 8 diferenca, 1 minutë e gjysma. Deri në fund. Green Jr. Bunjaku. Cotton. Do të pengoj kapitje, 2 fishon. Lejson Zeqiri, një top shumë i vështirë. Cotton me dalit të shpejt, Obianash, Madut. Nuk e ka guximin të merë vendimin për 3. Të Music me një flotër përdor tabelën. Cotton, faulot. Valon Bunjaku. Në presion bashkimi edhe në fundin e lojës. Një element të përmendëm në fillimin e takimit që gjuajtet e lira mund të kenë vlerë të madhe. Dhe vetëm 3 gjuajtet e lira të shpërdoruar nga Myers. Vlerën e një aksioni ekstra për bashkimin. Në këtë 1 minutë e 5 sekunda që në të fundit. Edhe njëherë Trepça tregon se pse është kampion aktual. Nuk e ndorë nga kjo ndeshje deri në sekundën e fundit dhe me plot të drejtë. Se si Bunjaku i mban nervat. Një tjetër realizim. Do të dërgon të avantazhin potencialisht pra 8 pikë. Në shtasa është tashma. Nuk e shënon. Rebound i ofensiv nga Lejson Zeqiri. Me vlerë një aksion të plot. Green Jr. Do shkoj vetë. Do kemi Sollo. Shkani vetëm. Miru lirua. Pa për topi për sëri.
Jo, Kashkeloveja nuk mjaftoi vetë mohimi i Valen Bunjakut. Se për të vlerësuar angazhimi maksimal deri në fund nga Valen Bunjaku. Edhe kjo. Cotton. Faulohet. Kërira për Teke dhe Cotton. Ja dhe numri i reboundeve 40-38. Saktë Tekele Cotton. Shtatëmbëdhjetë pikë nga Cotton. Gjithsesi 5 topat humbur në aspektin negativ plojës së tij. Wendell Green, njeriu i tur për ta nisur aksionin. Mosic, përpjekje maksimale për ta ndalur. Pasimit e Bunjaku. Zgjidhet në kundërkohë Madut. Edhe një tjetër Green Jr. Nëse shënon do t'jetë shumë e rëndësishme për bashkimin. Green Jr. Shërimi Max Smith me prekje të lehtë. Cotton. Hunter për 3. Jo. Kapiti. Tmushic. Gjuan. Nuk shënon. Këtu përfundon ky takim. Reboundi Valen Bunjakut. I jep avantazhin në finalen skuadrës së bashkimit e cila arrin të mbrojë terrenin vendas. Ndeshjen e vetme të cilën është para parë luante pa tifoz. Një fitore shumë e rëndësishme. 84-77, një pjesë e dytë shumë mirë menaxhuar nga skuadra e bashkimit. Gjithsesi, ndryshimi erdhi në çerekun e dytë kur kjo skuadër arriti të merrte avantazhin e lartë dhe pastaj gjatë gjithë lojës në një lojë shumë të mirë në disa situata individuale nga dyshja Wendell Jr. dhe Max Smith arrin të glaberojnë fitoren e parë të kësaj serie të finaleve. Më të mirët në aspektin e pikëve ishin pikërisht Smith dhe Green, secili prej tyre me nga 22 pikë, McKinnis me double-double, 13 pikë dhe 11 kërcime, teksa te Trepqa, të Music dhe Cotton shënuan 21, respektivisht 18 pikë. Ishte kjo tëra se përket këtij transmetimi të kësaj loje, gjithsesi do t'jemi me pjesën e intervistave pas pak. Ardit!
Përshëndetje shikues të nderuar, jemi përsëri në sallën e Sezaj Suroj me nevojë kryetar e ekipit të Bashkimit. Të shohim se si e ka pa këtë. Coach, how important was this first win? Very important. How you know, in a playoff, home court is really important. How you see, unfortunately, we play without our great fans, Arpegic and all the people here. So it was really important because we know when next time we come here with their support, we will be even stronger. So it was a little mentally for us. We have 1 day less to rest than Trepča, so they have a little bit advantage. Plus this that we play without crowd. But my team show really good focus, character. How much time we have? Just 2 days to prepare. We try to prepare best possible, and I think we deserve the win. Except the beginning, which was kind of shaky a little bit, Trepča was really started slightly better than you. But for the most part of the game, you were consistent. You were leading the game in most of the time. How can you replicate this good phase or good game in Mitrovica, knowing that Mitrovica is probably one of the most difficult places to go? We will see. Again, we play already Wednesday, so again, some time for rest, more tactically things and mentally things. So we will try to find a way how to win there. We know now is pressure on Trepča. We go in game by game. We know who is Trepča. That Trepča is a really experienced team who is defending champion with great coach. So they are pressuring now on them, and we will try to use that. If we come focused like this and like last game in Peja to start the game there, I think we will have good chances for the win. This is only one episode of the hopefully long series. I congratulate you for the win. I wish you all the best, and I'll see you next time, Coach. Thank you very much, and I just want to say hi to our fans who are everybody watching in the town. We feel their energy, and I hope so next time here, full gym, and we will again play good. Thank you very much. Thank you nice very evening. much. Thank you. Ishte kryetarneri i ekipit të Bashkimit, natyrisht i stërlumtur me fitoren e parë. Në pyetjen e parë se sa e rëndësishme është kjo fitore, tha fjalët ishin me të vërtetë superlativ, sidomos me faktin që munguan tifozët e Bashkimit. Në pyetjen e dytë se si do të arrijë ta replikoj këtë lojë të mirë që Bashkimi e pati për pjesën ndërmuese të këtij takimi, tha natyrisht do ta bëjmë të njëjtën ashtu siç e kemi bërë edhe në ndeshjen e gjysmëfinales të play-offit në Pej. Ndërkohë që në pyetjen e tretë më shumë patëm faktin se si do ta menaxhojnë situatën në Trepç, duke ditur që Trepça padyshim është një terren më i vështirë ku do të luhet, natyrisht do të jem maksimumin dhe do të mundohem më së miri që mund. I dëshiruam në fakt ja uruam fitoren e parë dhe shpresojmë që kjo është vetëm epizoda e parë në serinë e gjatë, sidomos për neve shikues dhe dashamirët e basketbollit. Të nderuar shikues, do të ju kërkoj për pak durim dhe shpresojmë që do ta kemi edhe kryetarin e ekipit të Mitrovicës, zotëri Beqi Ragić me neve.
Rikthehemi shikues të nderuar, jemi përsëri në sallën e Sezar Soroj. Kësaj radhe me neve është kryetarneri i ekipit të Mitrovicës Trepçës, Adis Beqiragić. Coach, Trepça and Bashkimi, they know each other very well, especially this season. You know, you've been so close. So close in so many games. Yeah. Obviously, you won the final and all this stuff. How important was this game? But the game was very important because we could make break points, and we get focused on that. I mean, we were talking about it, but we didn't succeed. So now it's a little bit more pressure on us to protect our home court. Well, we lost very important game. Yeah. Do you feel this is going to be a long series? Oh. I don't know, inshallah. Of course. I hope we they will always not. we want to see more of a Warsaw. Yeah. I need to say, fantastic game, highest level. I mean, lots of mistakes, Yes. especially at the beginning. Your team played very well maybe at the beginning, but Bashkimi controlled the game for the most of the I time. believe I mean, even when we were up, they were controlling the game. So they controlled from the first to second to last minute. We had some plans, and we didn't make it. So we will try for the next game to But succeed at that. there were times where you put Bashkimi under pressure. You Yeah. almost cracked them. Yes. At that moment, we get. Well, I think in the last quarter, when was the money time, they scored 10 second chance points. So if you get That's a difference. second, So it's only that's- two plays, really 2-3 plays. In It a whole is, game. it is, but it is sometimes so big, Yeah, yeah, It looks easy, but No, it's not. it's not that. Coach, thank you very much. Thank It's you. always a pleasure talking Thank to you. you very much. Have a nice evening. Good Thank you night. very Thank much. you. Bye-bye. Është kryetaneri e ekipit të Bashkimit, të Trepçës, Adis Beqiragić. Natyrisht jo I kënaqur me humbjen dhe në pyetjen e parë se sa e rëndësishme ishte kjo lojë e parë, thotë se ishte shumë e rëndësishme për faktin që kishte mujtë të bëjnë një break apo një thyrje në seri për faktin që Bashkimi e ka epërsinë e terrenit. Tashmë thotë që bara dhe presioni I bie ekipit të Trepçës për faktin që duhet ta ruaj atë epërsinë e terrenit dhe të fitojë të gjitha ndeshjet në shtëpi. Në pyetjen e dytë se a do të jetë kjo një seri e shkurtë apo e gjatë, tha me buzëqeshje që shpreson të jetë e gjatë. Shpresojmë edhe ne. Dhe në pyetjen e tretë se Bashkimi ka kontrolluar ndeshjen për pjesën ndërmuese të lojës, u pajtua plotësisht me faktin dhe një nënpyetje e vogël në fund duke I thënë se ekipi I Trepçës aplikoi një mbrojtje jashtëzakonisht interesante dhe përpaksa nuk e theu pothuajse tër punën e bërë nga Bashkimi por Bashkimi ishte shumë I kujdesshëm dhe e shënoi 2 herë nga mundësitë e dyta, do të thotë nga rebound në shumë dhe kjo ishin arsyet të cilat ndoshta edhe bëri që Bashkimi ta fitojë këtë ndeshje të parë. Të nderuar shikues, një ndeshje jashtëzakonisht e ngazëlluese për të gjithë ne që shikuam, por edhe ne që komentuam, shpresojmë që ky nivel I basketbollit të mbetet edhe në vazhdim. Ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme, mirupafshim në transmetimet tona të radhës.